I nominuari nga presidenti amerikan Donald Trump për postin e ambasadorit të ri të Shteteve të Bashkuara, u paraqit para Komisionit për Marrëdhëniet me Jashtë në Senatin Amerikan, një seancë dëgjimore që përbën një hap kyç në procesin e konfirmimit të tij. Seanca u fokusua në prioritetet e marrëdhënieve mes SBA-s dhe Shqipërisë, bashkëpunimin strategjik në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, si dhe zhvillimet aktuale në rajonin Ballkanit Perëndimor. Erik Wendt premtoi forcimin e marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë gjatë dëshmisë së tij përpara Komitetit Marrëdhënieve me Jashtë të Senatit Amerikan, ku u paraqit si kandidat për ambasador i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri. Në deklaratën e mbajtur më 20 maj 2026, Wendt falenderoi presidentin Donald Trump dhe sekretarin e Shtetit Marco Rubio për besimin e dhënë, ndërsa vuri në dukje përvojën e tij mbi 34 vjeçaren ushtrinë amerikane dhe diplomacinë ndërkombëtare. Ai theksoi lidhjet e tij të mëparshme me Shqipërinë, duke kujtuar se ka shërbyer në kuadër të forcave speciale të NATO-s së bashku me trupat shqiptare në Ballkan, ashtu dhe në Afganistan. Wendt lavdëroi forcat speciale shqiptare, duke thënë se ato mishërojnë shpirtin luftarak të heroit të tyre kombëtar, Skënderbeut. Kandidati për ambasador deklaroi se nëse konfirmohet në detyrë, prioriteti i tij kryesor do të jetë mbrojtja e qytetarëve amerikanë dhe avancimi i interesave të Shteteve Bashkuara në Shqipëri. Ai prezantoi 4 shtylla kryesore të punës së tij diplomatike. Sipas tij, fokusi i parë do të jetë lufta kundër korrupsionit, krimit organizuar ndërkombëtar dhe trafikut të drogës, të cilat ai cilësoi si kërcënime që prekin edhe Shtetet e Bashkuara. Shtylla e dytë lidhet me sigurinë dhe mbrojtjen. Ai përshëndeti transformimin e Shqipërisë nga një vend i izoluar komunist në një aleat të rëndësishëm të NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara. Wendt tha se do të mbështesë rritjen graduale të shpenzimeve ushtarake të Shqipërisë deri në 5% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2035, në përputhje me objektivat e NATO-s.